Ka pas një kërkesë të re për ekstradim tuaj? Jo, e ka vetëm në zemër dhe në mendje kreu organizatës e zoti Dumani. Këta kanë bërë 2 herë kërkesë. Pra, si rrallë herë. Kanë bërë në kërkesën e parë në mënyrë urgjente në 18 gusht të vitit 2023, domethënë fiks 32 ditë pas urdhrit të arestit të kërkuar nga kreu organizatës dhe të plotësuar me shumë dëshirë dhe me vullnet politiko personale, siç e thotë kanë personale, nga zoti Dumani. Ka pasur një kërkesë të dytë me një kërkesë asistence ndërkombëtare. Shpresonin që do gjenin ndonjë gjë këtu, ndonjë llogari, ndonjë pronë, ndonjë bitcoin. Gjithandaj kanë shkuar kanë investiguar fëmijët e mi në Londër. Fëmijët e mi në Londër, kur të vim ke Ekoparku do bëj një krahasim. Fëmijë kalamaj, se mos kishin ndonjë fond nga. E kupton? Domethënë fëmijët e mi. Ndërkohë, GKK-ja s'dua t'ia zë emrin gjyqtarit, në respekt të tij në fakt, pavarësisht se nuk e meriton respektin, i ka mohuar bukën Kesit dhe Kejlis. Ka vendim gjykate për bukën e Kesit dhe të Kejlis. Ja ka mohuar. Pronat e mia nuk lirohen, a u liruan pardije, para pardije, pronat e Erion Velis indirekte. Po, dhe jemi duke folur për miliona euro. Pronat e mia të vëna për para 2004-ës e për para 2007-ës, të sekuestruara me vendim gjykate kushtetuese. Dhe ndërkohë, gjyqtari del 5 minuta të shtunën e thot, më falin shqiptarët, se e kanë zakon, nuk më rruhet, thonë, edhe ke spaku e përdorin, edhe ke GKK-ja, nuk na rruhet. Pse? Se si që thot edhe zoti Dumani, kanë personale, thot, ai ka bërë kashillik kryeministrit. Unë pas kam bërë kashillik kryeministrit, unë do t'i bëja çdo lloj kryeministri që sillet kështu me Shqipërinë, sikur ta ketë plaçk. Çdo lloj.